تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet dhe lavdërimit i takojnë vetëm Allahut te baraka ve teala. Salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij, si dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në vijim të nderuar vëllezër, ndjej kënaqësinë e madhe të jem sot në mesin tuaj. Dhe si që dhe dini, pjesa po kam mbërrit, do me thonë, edhe zakonisht, kur udhton njeriu, shpesh herë, do me thonë, shumë njerëzve prej neve, ju kujtohet një porosi e madhe, një hadith madhështor, një hadith në përbërjen e vete, do me thonë, përmban porosi të mëdha, njëkohësisht, të shkurtëra, me fjalë të pakta, mirë po me peshë të madhe dhe me fjalë kuptim plot. Bëhet fjalë për hadithin që të gjithë e dinë dhe e kemi dëgjuar, hadithi pra që transmetohet nga Ebi Dharr al-Ghifari dhe po ashtu nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhuma, në të cilin i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Në këtë hadith i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përmend tre porosi mjaft të shkurtra, mirë po si që thamë, njëkohësisht mjaft të mëdha. Porosia e parë është kije frikë Allahun kudo që je, dhe pasoje të keqen me të mirë e shlyen atë, dhe sillu me njerëzit me moral të mirë dhe me moral të bukur. E transmeton hadithin e Tirmidhi dhe ka thënë që hadithi është hasan. Në këtë hadith dhe në këtë porosi mjaft të madhe, kuptojmë pra që posedon dy gjëra dhe dy aspekte, ka të bëj apo përmbledh të drejtat e Allahut te baraka ve teala, po ashtu edhe të drejtat e robërve. Përfshin të drejtat e Allahut azza wa jall, po ashtu të drejtat e robërve. Sa i përket hakut të Allahut azza wa jall, është hak i tij en yattaquhu haqqa tuqatih, pra që ta kenë frikë atë, të kenë devotshmëri ndaj tij, ashtu sikur se i takon atij, ashtu sikur se ai azza wa jall ka hak që të ketë njeriu devotshmëri ndaj tij. Dhe s'ka dyshim se devotshmëria është porosia e të parëve, dhe po ashtu është porosia e atyre që kanë ardhur më vonë. Allahu azza wa jall ka thënë:
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Pra ne I kemi porositur ata të cilëve ju zbritur libri përpara juve dhe juve, kini frikë Allahun. Dhe s'ka dyshim se themeli I devotshmërisë, aslu takwa, është që njeriu të vendos midis vetes së vete dhe midis asaj prej cilës ruhet dhe bën kujdes, një ndalesë dhe një kufi apo të themi një mburoj. Në këtë rast pra, në devotshmëri duhet që robi të vendos një mburoj midis tij dhe midis asaj që I friksohet prej Allahut te bareke ve taala, pra prej zemrimit të tij dhe dënimit të tij. Pra uiqayeten taqihi min dhalik, një mburoj që e mbron atë nga dënimi I Allahut dhe nga zemërimi I tij. Dhe këtë e bën duke vepruar, pra duke ju bindur Atij azza wa jall dhe duke u larguar nga ndalesat e tij. Ka thënë Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-muttaqun ittaqaw ma harrama Allahu alejhim. Pra këta njerëz al-muttaqun janë mbrojtur nga ajo që a ka bërë atyre Allahu të ndaluar, wa addu maftarada Allahu alejhim, dhe kanë vepruar atë të cilën Allahu a ka bërë atyre për obligim. Dhe Talq ibn Habib rahimahullah e shpjegon definicionin e takwas në një mënyrë të bukur dhe të famshme ku thot at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Devotshmëria është që njeriu të veproj në bindje ndaj Allahut, ala nurin min Allah, me dritë prej Allahut, pra ala basira, me largpamësi dhe me argument, tarju thawab Allah, duke shpresuar shpërblim tek Allahu te bareke ve taala, dhe e kundërta wa an tatruka ma'siyat Allah, të largohesh nga mëkatet ndaj Allahut, ala nurin min Allah, me dritë prej Allahut, pra me largpamësi prej tij, të khafu iqab Allah, duke ju friksuar dënimit të Allahut azza wa jall. Ka thënë Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittaqullaha haqqa tuqatih, fjala Allahut, keni devotshmërinë ndaj Allahut ashtu sikur se ka ai hak. Qal, ka thënë, an yuta'a fala yu'sa, ti bindet atij njeriu dhe të mos I bëj atij mëkat, wa an yudhkara fala yunsa, të përmendet Allahu dhe të mos harrohet, wa an yushkara fala yukfar, dhe të falenderohet dhe të mos sillet njeriu ndaj tij pra me mos falenderim. Është pyetur njëri nga sahabët, tash nuk e di është Ubej ibn Ka'b apo Abu Huraira, sidoqoftë është pyetur rreth takwas dhe ka thënë, hal akhadhta tariqan dha shawk, pra ka pyetur ky sahabi pyetsin, a ke kaluar ndonjëherë në ndonjë rrugë me gjemba? Qala na'am, ka thënë po. Qal fa kayfa sanat, I ka thënë pyetësit si veprove, pra kur e kalove këtë rrugë me gjemba, ka thënë idha ra'aytu shawka addaltu anhu au jawastuhu au qasartu anhu. Pra ka thënë pyetësi, kur kam kaluar në një rrugë me gjemba, pra I shmangesha atyre, I te kaloja ato, apo ngushtohesha që të mos më kapnin ata mua. Ka thënë ky sahabi radhiyallahu anhu, fa dhalika taqwa, kjo është devotshmëria. Pra njeriu në raportet e tij karshi Allahu te bareke ve taala duhet sillet me përkujdes të madh dhe në këtë mënyrë se si e ka përshkruar ky sahabi radhiyallahu anhu. Dhe Ibn al-Mu'taz rahimahullah e ka përmbledhur këtë në disa vargje poezie dhe ka thënë, khalli dhunube saghiraha wa kabiraha fa dhaka tuqa wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan inna al-jibala min al-hasa. Pra largoju mëkateve të vogla po të mëdha, kjo është devotshmëria. Vepro sikur se njeriu I cili ec mbi një tokë me gjemba, I cili përkujdeset pra rreth asaj që e sheh, ku e vendos këmbën e tij,
la tahqiranna saghiratan, mos e përbuz asnjë vepër të vogël, innal jibala min al hasa, për shkak se kodrat përbëhen nga guralec të vegjël. Sado e vogël që t'jetë vepra, njeriu duhet pra që t'ja kushtoj atyre rëndësinë, duke u ruajtur nëse është vepër e keqe, pra duke u ruajtur nga ajo, dhe duke vepruar nëse është vepër e mirë. Dhe sikurse ka ardhur në hadith, la tahqiranna min al ma'rufi shay'a, mos përbusni prej veprave të mira as gjë. A ishte ky imi? Po, pra janë vargje të shkurta, mirë po mjaft të bukura, lej mëkatet të vogla apo të mëdha. Kjo është devotshmëria. Vepro sikurse ai që ec mbi tokë me xhemba, kujdeset ku e vendos hapin e tij, mos përbus prej veprave të vogla asgjë, për shkak se kodrat e mëdha përbëhen prej guralecave. Pra devotshmëria nuk është një fjalë që thuhet apo një slogan që grihet, mirë po është një mënyrë jetese, pra cilën besimtari, në mënyrë jetese në të cilën pra besimtari lufton kundër kënaqësive të përkohshme të kësaj bote dhe përpiqet me zell dhe garon në bindje ndaj Allahut Azza wa Jall. Vepron mirë dhe largohet nga e keqja dhe nga e shëmtuara. Pra, si përmbledhje, kjo është porësia e Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam për të gjithë ne. Përveç kësaj, pra, që duhet njeriu për veten e tij të veprojë me këtë porosi, duhet që t'i porosis të tjerët me këtë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam çdo herë kur dërgonte ndonjë prej sahabëve në një vend tjetër për të bërë thirrje tek Allahu te baraka wa taala, apo i dërgonte ata si prijes të ndonjë ushtrie në një vend tjetër ku luftonin muslimanët, i këshillonte ata fillimisht që të kenë devotshmëri në vetët e tyre, dhe i këshillonte ata dhe i porosiste për takwa me të gjithë apo ndaj të gjithë muslimanëve dhe të kujdesen për ta. Njërin nga tabiinët në shtratin e tij të vdekjes, pra na porosit, na këshillo, qal usikum bi khatimi surati an-Nahl. U porosis juve me ajetin e fundit të surës an-Nahl, dhe ka lexuar ajetin ku Allahu te baraka wa taala ka thënë: inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Me të vërtet Allahu është me ata të cilët kanë devotshmëri dhe ata të cilët janë pamirës. Pra fjala e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt, ki e frikë Allahun kudo që je, për qëllim është që njeriu ta ketë frikë atë në fshehtësi dhe në të dukshmen e tij. Në fshehtësi ku nuk e sheh askush prej njerëzve, dhe po ashtu në të dukshmen e tij ku e shohin të gjithë njerëzit. Dhe këtë dua e ka bërë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në lutjen e tij dhe ka thënë: as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada, wa Allah kërkoj khashjen, pra frikën ndaj teje në të fshehtë dhe në të dukshme. Po ashtu disa vargje të një poezie të Imam Ahmedit rahimahullah, cilat shpesh herë Sheikhu Abdullah al-Bukhari, sheikhu i përmend gjallësimeve të tij, ku thot ky imam rahimahullah: idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu. Pra nëse ti ndonjëherë vetmohesh ndonjë ditë, mos thuaj jam vetëm, mirë po thuaj si për meje kam një mbikëqyrës. Wala tahsabanna Allaha yaghfalu sa'atan wala annama yakhfa alayhi yaghibu. Dhe mos e llogarit Allahun pra që për një moment i fshehet diçka, dhe as se ajo që fshehet prej tij, pra kur fshihesh ti si njeri, yaghib pra alej, pra në realitet i fshihet atij dhe nuk e di ai. Pra nuk është situata e tillë. Çdo herë kur robi është në vetmi, thot alayya raqibu, si për meje ka një mbikëqyrës. Aspekti tjetër pra është e kundërta e takuallahut dhe devotshmërisë, dhe ata janë mëkatet, dhe s'ka dyshim
Aleikum selam. Dhe s'ka dyshim se mëkatet kanë ndikim të keq tek njerëzit, ndikim negativ pra, si në këtë botë, ashtu dhe në botën tjetër. Ka thënë Sulejman et-Tejmi rahimahullah, inna ar-rajula la yusibu dhanba fi sirri fe yusbihu alayhi madhallatu. Ndodh që njeriu të bëjë një mëkat në fshehtësinë e tij dhe kur agon, pra e kap dita e ardhshme dhe e gjen në veten e tij poshtërsinë dhe poshtrimin e atij mëkati që e ka vepruar. Andaj pra themi se i lumtur është ai i cili i përmirëson raportet e tij pra me Allahun Azza wa Jall, dhe në këtë rast ja mundëson Allahu atij që t'i përmirësoj raportet e tij me njerëzit. Pra kur njeriu kërkon dhe synon kënaqësinë e Allahut te baraka ve taala, e gjen atë edhe tek njerëzit, ja mundson këto Allahu Azza wa Jall. Mirpo ata njerëz që për synim kanë kënaqësitë e njerëzve, ndoshta edhe pse për një kohë arrisin këtë, mirpo po ky njeri që ka synuar lëvdatat e tij kthehet pas një kohe dhe poshtron atë pasi që e ka ngritur. Ka thënë Ebu Sulejman ad-Darani rahimahullah, el-khasiru men abda linnasi saliha amalih wa baraza bil qabihi man huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Pra humbës është ai i cili u shfaq njerëzve veprat e tij të mira, mirë po e ballafaqon me të shëmtuarën atë që është më afër tij se sa damari i qafës. Ka thënë alayhi salam në porosinë e dytë, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dhe pasoje veprën e keqe me të mirë, e shlyjen atë. Në dy sahihet transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan thumma ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara dhalika lahu fa sakata an-nabiy alayhi salam. Pra transmeton ky sahabi se një njeri i cili ka vepruar një mëkat, pra ka puthur një grua, i ka ardhur të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra pasi që është penduar nga kjo vepër, ka ardhur tek i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka përmendur këtë gjë dhe ka heshtur i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk i ka dhënë atij përgjigje. Hatta nazalat hadhihi al-aya, derisa ka zbritur ky ajet, feda'aha fa qara'aha alayh. Në momentin që zbriti ajeti, e ka thirrur këtë person dhe ja ka lexuar atij ajetin. Qala rajulun hadha lahu khassa, njëri prej njerëzve të pranishmëve e ka pyetur, a është kjo për të e veçantë? Qala nabiu alayhi salam bel linnasi amma, ka thënë alayhi salam, jo, është për të gjithë njerëzit në përgjithësi. Dhe ajeti që ka zbritur pas pyetjes që ja ka bërë ky person të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, është ajeti në surën Hud, ku Allahu te baraka wa taala thot, innal hasanati yudhhibna sayyi'at, me të vërtet veprat të mira i shlyejnë ato të këqijat. Po ashtu transmetohet në dy sahihet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, adhnaba 'abdun dhanban faqal Rabbi inni amiltu dhanban faghfir li, faqala Allahu alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb qad ghafartu li 'abdi. Pra ka thënë alayhi salam, një rob bëri një mëkat dhe tha, Zoti im, kam vepruar mëkat, më fal mua. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, e di robi im se ka Zot që ja fal atij mëkatin dhe dënon për mëkat, qad ghafartu li 'abdi, ja fal robit tim mëkatin e tij. Pra e pason të keqen me vepër të mirë, e pason të keqen me pendim. Kanë thënë disa prej dietarëve se wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, pasoje të keqen me të mirë, kanë thënë për qëllim me fjalën hasana, me të mirë, është për qëllim pendimi. Pra dhe pasoje veprën e keqe me të mirë, pasoje veprën e keqe me pendim.
Dhe gjithë ne e dim se pendimi në Islam ka vlerë të madhe, është një vepër mjaft e mirë me cilën afrohet njeriu tek Allahu te bareke ve taala. Dhe se njeriu shpërblehet për pendimin kur e bën. Allahu te bareke ve taala ka thënë: Innama at-taubatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim. Me të vërtet pendimi për Allahun është për ata njerëz që vepruan keq me xehale, pra me ignorancë, dhe s'do të thotë tu se kanë vepruar veprën me ignorancë, pra nuk kanë ditur rreth asaj vepre sa është ndaluar apo jo, mirë po janë sjellur me ignorancë karshi Allahut, janë sjellur me ignorancë karshi kërcënimit të Allahut, karshi dënimit të Allahut dhe karshi zemrimit të tij. Pra dhe pas kësaj vepre të keqe, thumme yatubuna min qarib, pra me një herë pendohen ata, fa ulaika yatubu Allahu alehim. Këtyre Allahu ua pranon pendimin. Në një ajet tjetër ka thënë Azza wa Jall: thumma inna rabbaka lilladhina amilu su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Pra dhe Zoti yt për ata cilët kanë vepruar keq me ignorancë, më pas janë penduar dhe janë përmirësuar, Zoti yt pra për ta është falës dhe mëshirbërës. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall: illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Përveç atyre që janë penduar, kanë besuar dhe kanë vepruar vepra të mira, veprat e këtyre pra Allahu i shëndron në të mira, pra të këqijat e këtyre Allahu te bareke ve taala i shëndron në vepra të mira. Po ashtu në një hadith që transmeton Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu, në të cilin dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ma min rajulin yadhnabu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfiru Allaha illa ghafara Allahu lah. Nuk ka njeri i cili vepron një mëkat, më pas qohet, pastrohet, pra merr avdes, falet dhe më pas pendohet tek Allahu për veprën e tij, përveç se Allahu ja fal atij këtë mëkat. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall: walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim. Pra dhe ata cilët kur veprojnë një vepër të keqe, fahishe, pra vepër që ka të bëjë me epshin e njeriut, apo i kanë bërë padrejtësi veteve të tyre, dhakarullah, e kanë përmendur Allahun, fastaghfaru li dhunubihim, dhe kanë kërkuar falje tek Allahu për mëkatet e tyre. Disa ajete më vonë Allahu Azza wa Jall thot: ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Këta njerëz tek apo shpërblimi i tyre tek Allahu është falja. Pra Allahu si shpërblim atyre u jep faljen. Dhe argumentet janë të shumta ku tregojnë pra se veprat e mira i shlyen ato të këqijat, sikurse argumentet që kanë bëjnë me muajin e Ramazanit, argumentet që kanë bëjnë me 5 vaktet e namazit, argumentet që kanë bëjnë me ditën e Xuma, argumentet që kanë bëjnë me haxhin, dhe do t'i lexojmë disa prej tyre. Shumica e tyre janë hadithe që i transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, i pari në cilin dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili agjeron muajin e Ramazanit me iman dhe me llogari, pra shpresë dhe llogari, i falen atij mëkatet e kaluara. O men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili falet natën muajin e Ramazanit me iman dhe me llogari dhe shpresë, i falen atij mëkatet e kaluara. Njëjtë o men qama lejlatul qadri imanan wa ihtisaban. Ai cili pra ja çellon natës së Kadrit duke bërë qiyam me iman, pra me besim dhe bindje, dhe po ashtu me llogari dhe shpresë, i falen atij mëkatet e kaluara. Po ashtu hadithi tjetër në cilin dërguari Allahut alayhi salam ka thënë:
Men hajja hadha al-bayti falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuh. Ai cili bën hajj në këtë shtëpi dhe nuk bën rafath, dietarët kanë thënë për qëllim janë marrëdhëniet intime dhe për qëllim janë fjalët e këqija. Walam yafsuq, pra nuk bën fisk, pra nuk këmbgul në mëkate, edhe pse mund dal prej njeriu që është në ihram në hax ndonjë mëkat, mirë por nuk këmbgul në mëkatet që i bën, del pra prej haxhit dhe pastrohet prej mëkateve të tij, ashtu sikur se në ditën që e ka lindur atë nëna e vete. Po ashtu, hadithi tjetër e Ebu Hurejrës në cilin dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: "Men qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marra, khuttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Ai i cili thot pra subhanallahi wa bihamdihi 100 herë në ditë, i fshihen atij gabimet e tij, edhe sikurse tishin sikurse shkuma e detit. Po ashtu, hadithi tjetër i Ebu Hurejrës radhiyallahu anhu, në cilin dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Pra, 5 vaktet e namazit, gjumaja deri në gjuman tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, pra janë mukaffiratun lima bainahunna, ja shlyen atij mëkatet e kohës midis njëra tjetrës, nëse njeriu largohet mëkateve të mëdha. Kanë thënë dietarët, apo themi shumica prej tyre, për qëllim me gjitha këto hadithe janë mëkatet e vogla dhe jo mëkatet e mëdha. Sa u përket mëkateve të mëdha, njeriu duhet që të pendohet nga ato mëkate dhe pendimi është i obligueshëm për robërit. Pendimi është obligim për secilin pasi që bën një mëkat, sidomos një mëkat të madh. Dhe përderisa themi që është obligim, kuptohet pra që është adhurim. Me këtë pendim, njeriu afrohet tek Allahu te baraka ve taala dhe në këtë pendim pra duhet ti plotsoj kushtet e adhurimeve sikurse janë el-ikhlasu wal mutaba'a, për kushtimi sinqeriteti dhe të bëhet pra pendimi sipas pra duke e pasuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam sipas argumenteve dhe jo sipas ëndjes së vete. Ka thënë Ibn Aun rahimahullah al-Muzani: "La tathiq bi kathrati al-amal fa innaka la tadri yuqbalu minka al-awla." Mos ki vetbesim në veprat e tua të mira, pasi që ti nuk e di ato janë pranuar apo jo. "Wala ta'manna min dhunubika fa innaka la tadri kuffirat anka am la." Dhe mos je i sigurt nga mëkatet e tua, për shkak se ti nuk e din ato janë falur apo jo. "Li anna 'amalaka mughayyabun anka kullu." Për shkak se veprat e tua pra pranimi apo falja e tyre janë të fshehta prej teje në mënyrë të plotë. Njeriu nuk e din a janë falur atij gabimet, qofshin ato të mëdha apo të vogla, andaj përshpejton në pendim dhe përshpejton pra në vepra të mira që bëhen shkak për shlyerjen e tyre. Dhe në porosinë e fundit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dhe sillu pra me njerëzit me moral të mirë. Po ashtu, morali i mirë është prej veçorive të devotshmërisë. Dhe fillimisht tham se ky hadith i përfshin të drejtat e Allahut azza wa jall dhe të drejtat e robërve. Për shkak se kur njeriu ka devotshmëri, vepron dhe i bindet Allahut azza wa jall, vepron atë që është urdhëruar dhe largohet nga ajo që është ndaluar, qofshin këto vepra pra karshi Allahut azza wa jall apo karshi robërve. Mirë po, e ka veçuar këtë vepër i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me një porosi të veçantë, ka thënë: "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dhe sillu me njerëzit me moral të mirë, edhe pse kjo është prej devotshmërisë,
sikur se t'ishte mjaftuar alayhi salam me fjalën ittaqillaha haythu ma kunt, kije frikë Allahun kudo që je, do të mjaftonte dhe do ta përfshinte këtë pikë. Mirë po megjithatë për rëndësinë e saj e ka veçuar dhe ka thënë dhe sillu njerëzit me moral të mirë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka llogaritur moralin e mirë prej virtyteve që ja plotësojnë apo që ja plotëson njeriu imanin e tij. Hadithin që po ashtu e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i dërguari Allahut alaihi salam ka thënë: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Besimtarët me imanin më të plot janë ata me moralin më të mirë dhe më të bukur. Po ashtu na ka lajmëruar neve i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se njeriu me moralin e tij të bukur e arrin gradën e atij që agjeron ditën dhe falet natën. Ka thënë: "Innal mu'mina", besimtari, "la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imi wal qa'im", e arrit me sjelljen e tij të mirë gradën e agjeruesit dhe atij që bën namaznate. Dhe po ashtu hadithi tjetër në cilin ka thënë i dërguari Allahut alaihi salam: "Ana za'imun bi baytin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu." Pra unë jam prijes për secilin në maj të xhenetit për atë që ka sjellje dhe moral të bukur. Pra së fundmi, devotshmëria është anija e shpëtimit, është shelesi i çdo të mire, si mund që të mos jetë kështu kur ajo është qëllimi më i madh dhe synimi më i lartë i adhurimit. Ajo është marrja në llogari e nefsit në mënyrë të vazhdueshme, të pasurit frikë të përhershme ndaj Allahut azza wa jall, të pasurit kujdesje ndaj dallgëve të epsheve dhe dyshimeve. Devotshmëria para është frika ndaj të lartit, veprimi sipas shpalljes, kënaqësia me pak dhe përgatitja për ditën e largimit. Me këtë hadith dhe me këto porosi na është bërë e qartë pra kuptimi i devotshmërisë. Kemi kuptuar se në Islam pendimi i mëkatarit pranohet dhe kemi kuptuar se askush nuk përjashtohet nga mëshira e Allahut azza wa jall. Në këtë hadith na janë shfaqur tiparet e larta, morali fisnik dhe rëndësia e tij. Pra është e denjë për të gjithë ne që të veprojmë sipas tyre porosive. Ki frikë Allahun kudo që je, pasojë të keqen me të mirë shlyen atë dhe sillu me njerëzit me moral të mirë. Elusim Allahun te baraka wa taala që të na bëjë të gjithë neve prej robërve të tij të devotshëm. Allahu shpërbleft me të mira për dëgjimin e bukur. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.